Një prej terroristëve më të kërkuar të globit është stërvitur dhe streuar në Shqipëri në mes të viteve 70. Në këtë godinë që po shihni në plazhin e Jalës, po ju flas nga Foli Marina tani, ishte një prej bazave të ushtrisë shqiptare dhe të shërbimit sekret të saj. Abu Nidal, një prej njerëzve më të kërkuar të globit në vitet 70-80, për pjesëtar i Organizatës për Shërimin e Palestinës dhe përgjegjës për hedhjen e erë të avionëve dhe pegmarrjen e disa prej tyre, u fshe dhe u stërvit në Shqipëri nga oficerët shqiptar eksaktësisht në këtë vend dhe në një bazë tjetër në Zallher. Lajmi u bë publik në fakt vetëm në vitin 1994, kur u zbulua që njeriu më i kërkuar ndoshta i botës në atë kohë ishte fshehur për një periudhë 2 javore në Shqipëri. Më pas ai shfrytëzoi dhe baza tjera në vende tjera të botës, Ugandën, Libinë e tjera. Por në këtë bazë ai u stërvit për rreth 2 javë. Ndroi jetë në Bagdad në rrethana misterioze në vitin 2003, kur Shtetet Bashkuara të Amerikës pushtuan Bagdadin. Nuk ishte i vetmi, ishte një grup palestinezësh që u stërvitën në atë zonë.